Pas 85 vjetësh, Garda e Republikës nuk do të ekzistojë më si e tillë, por do të jetë një drejtori në varësi të drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit. Kjo është deklaruar nga ministri i brendshëm Saimir Tahiri në takimin e parë të tij si ministër me përfaqësuesit e Gardës. Gjatë fjalës së tij, numri 1 i Ministrisë së Brendshme tha se reforma në këtë institucion do të shërbejë për të larguar përfundimisht drejtimin politik nga Garda, ndërsa për të kryer këtë reformë ai komandoi dhe drejtuesin e ri i cili është Gramos Sako. Jo militant, jo amator, jo instrument politik. Kjo reformë, unë besoj do të rrisë të ndjeshëm efektivitetin e forcës dhe përmbushjen e detyrës. Do të kursej fonde buxhetore dhe hallka burokratike të tepërta. E mbi të gjitha do të garantoj standardet më të larta të sigurisë në përmbushje të detyrave funksionale të këtij institucioni. Por mbi të gjitha do të garantoj depolitizimin e këtij institucioni, duke mbyllur përfundimisht kapitullin e deri më sotme. Ju e dini që vullneti i qeverisë sotme është bashkimi i gjitha agjencive ligjzbatuese sipas parimit një shtet, një polici. Ky proces fillon sot, fillon me Gardën e Republikës. Duke u ndalur te ngjarjet e 21 janarit, Tahiri deklaroi se qeveria ka vullnet për të bërë drejtësi, sepse ajo nuk është një ngjarje që mund të arkivohet. Jam më shumë se i vendosur. Bëj gjithçka në kapacitetin tim ligjor për të ndihmuar drejtësinë në një proces që duhet përfundoj me nxjerrjen e përgjegjësive konkrete dhe përgjegjësve konkret. Për gjithë ata që vranë, që urdhëruan, ata që ndihmuan, ata që fshehën provat dhe ata që penguan drejtësinë vend të drejtësi. Dhe unë ka besim që çekiçi i drejtësisë nuk do vonojë, edhe pse sot rri pezull mbi kokat e atyre që vranë bashkë qytetarë të pafajshëm. Tahiri theksoi se prej janarit të vitit 2011, ky institucion është ngarkuar padrejtisht me një barë përgjegjësie publike jo të vogël. Ju faleminderit dhe ju uroj punë të mbarë.